Kreu I Partisë Demokratike Sali Berisha vion të denoncoi atë që ai e quan farsë elektorale. I pyetur nga gazetarët se kur I mbaron mandati, Berisha u përgjigj: Këto zgjedhje, të gjitha partitë si motra, tonat, I quajtën farsë 10 ditë para se zhvillohen. Pra u zhvillua një farsë, nuk u zhvillua zgjedhje. Misioni im mbaron atë ditën kur shqiptarët të votojnë të lirë. Kjo është një betejë që mbyllet me sukses ditën kur shqiptarët të votojnë të lirë. Por me këtë narkoshtet, shqiptarët kur pa ushtruar prej tij nuk do mund të votojnë të lirë. Dhe në fakt, betejë e madhe, lufta e madhe fillon pas këtyre zgjedhjeve. Pas kësaj farse, pas kësaj farse, nuk duhet të flasim për zgjedhje më, duhet të flasim për farsë elektorale. Berisha teksa komentoi humbjen e zgjedhjeve të 11 majit, u shpreh se 4 kandidat për deputet në radhët e PS-s kanë siguruar 80.000 vota. Vetëm 3 nga këta kandidat, vetëm 3, ose 4 nga këta kandidat kanë 80.000 vota të regjistruara. Kampion është natyrisht Sara Mile. Kampion është Alken Balla. Kampion është Ani Dyrmishi. Kampion është Blendi Xhabafti. Po, Blendi Xhabafti. Këta zbashku, këta të 4 eksponent, bëjnë rreth 80.000 vota. Dhe nuk janë, pra këta janë vetëm pararoja e kontingjentit të krimit të 28 deputetëve që morën urdhër për të bandat, morën urdhër nga Edi Rama për të mbështetur bandat. Ndërkaq, kryedemokrati hodhi akuza edhe ndaj kandidates së Fierit, Zeqineja Ushi. E mirëni vesh ju pse hidhej Zeqineja nga deg në deg, del se kishin porosi që Zeqineja duhet futet në parlament, ishte Sara Mile e Fierit. Pra, unë këtu para jush, duhet u them shqiptarve, se kjo farsë është një fatkeqësi e madhe kombëtare, por kjo farsë ka vetëm një rrugdalje, qendresën e tyre. Berisha u shpreh I vendosur se do të luftojë vetëm për qeveri teknike, për zgjedhje të lira dhe të ndershme.